Parlamenti Evropian ka publikuar raportin e misionit Komitetit Jashtëm që vizitoi Shqipërinë dhe Malinezinë në shkurtin e këtij viti. Në këtë dokument theksohet se fokusi i takimeve ka qenë raporti vlerësimit për piketat e ndërmjetme, si hapi i radhës në procesin e negociatave që krijon mundësinë që Shqipëria të nisë mbylljen e kapitujve. Antarët nënvizuan nevojën për të vazhduar punën për themelorët në veçanti në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, forcimin e shtetit të së drejtës dhe miratimin e një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse. Ata inkurajuan stabilitetin politik dhe dialogun. Raporti veçon se gjatë takimeve në Shqipëri u diskutua edhe rreth hetimeve të korrupsionit në radhët e zyrtarëve të lartë. Gjatë diskutimeve ju kushtua vëmendje polarizimit politik si dhe hetimeve për korrupsionin në nivelin e lartë dhe rrezikun e ndërhyrjes politike në procedurat gjyqësore. Në këtë dokument, Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian thekson se inkurajon Shqipërinë të intensifikojë punën për mbylljen e kapitujve për negociatat e antarësimit në BE. Të dhënat e nxjerra nga ky mision do të përdoren për raportin vjetor që vlerëson progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit. Misioni i Komitetit i Jashtëm i kryesuar nga David McAllister erdhi në Shqipëri në periudhën kur në parlament ndodhej kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, e cila aso kohë ishte ende numri 2 i qeverisë. Gjatë një konferencë me gazetarët, kryetari i Komitetit Jashtëm David McAllister deklaroi se nuk mund të komentojë në hollësi raste individuale, por çështja që përfshin zëvendës kryeministren Balluku është test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit.